janë në shëtësin dhe mos ketë asnjë lëvizje apo pushkëri të madhvogël të kundërtën. Personat përgjegjës janë të obliguar me ndërmarrë gjitha veprimet dhe me largu nga solla kada që prish rande dhe shëtësi në gjykatën. Trupi gjykus në përbërje prej anëtarëve trupi gjykus, nga vlemoni kërkari trupi gjykus, në anëtarët e trupi gjykus, gjyqtarja Dënin Shajla Byllje dhe gjyqtarja Rahman Beqire, pas shëllimit dhe motivit, kanë shmuar se nuk nevojitet që përsëri të hapet shqyrtimi gjyqësor për plotësimin e procedurës ose për sqarimin e ndonjë çështje konkrete, andaj në bazë të nenit 358 të kodit të procedurës penale, në emër të popullit merr dhe shpall këtë aktgjyket. Të akuzuarit Blagoje Spasojević, Vladimir Tollić, Dušan Maksimović, me të dhëna atsime për sërbajtje të shqyrtimit gjyqësor të gjithë të narcekurit janë fajtor. Sepse me datë 24/09/2023, nga ora 01:00 në shtatin Bajs të komunës së Zveçanit, të akuzuarit Blagoje Spasojević, Vladimir Tollić, Dušan Maksimović, së bashku me pjesëmarrësit e tjerë të grupit Tani Taratisur, me role të ndryshme, duke filluar nga roli i blokimit të rrugëve, të trajnuar në mënyrë personale, ku pjesa më e madhe e grupit pasi që kanë hyrë në mënyrë të organizuar përmes rrugëve malore ilegalisht në territorin e Republikës Kosovës nga Republika Serbisë, me 10 vetura e disa prej tyre edhe të blindura, të mbushura me armë të rënda, municion, raketa herse, eksploziv, uniforma të kamufluara ushtarake dhe pajisje logjistike ushtarake. Fillimisht kanë bllokuar rrugët e kura shatit me 2 kamion, pastaj janë shehur dhe kanë zënë pozicionet e tyre dhe pasi që kanë ardhur zyrtarët policorë të Republikës Kosovës për të hequr kamionët dhe liruar rrugën, në ato moment i kanë sulmuar me eksploziv dhe armë të rënda, me rast e kura e shatit kanë mbetur i vrarë zyrtari policor Asir Bunjaku, si dhe është plagosur zyrtari policor Alban Rashidi, e janë lënduar zyrtarë të tjerë policor Çderim Shashiri, Nisan Pyrzio, Sadat Dushi, son ky i cili ka vazhduar deri në orën 15, ku shumica dërmuese e këtij grupi janë arratisur në drejtim të rrugëve malore për në Republikën e Serbisë. E gjithë kjo me qëllim që seriozisht të destabilizojë dhe shkatërrojë struktura themelore politike, kushtetuese, ekonomike e shoqërore të Republikës Kosovës. Përmes këtij plani mirë të organizuar, përmes përdorimit të dhunës me armatim të rënd, kanë tentuar që të shkëputse pjesë veriore të territorit të Republikës së Kosovës, respektivisht komunat e banuara më shumë serbe dhe këta pjesë të territorit të bashkëkohë Republikës së Serbisë, me rast se rezultati i dhunës së përdorur ka vdekur zyrtari policor Asir Bunjaku dhe është rrezikuar jeta e zyrtarëve të tjerë policorë të popullatës civile. Me këto veprime, të akuzuarit kanë kryer vepra penale, kryerja e veprës terroriste në ndërlidhje me vepra të rënda penale kundër ratit kushtetues të Republikës së Kosovës. Në mbështetje të dispozitave të Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe Kodit Procedurës Penale, kjo gjykatë shqipton dënimet si vija. Të akuzuarit Blagoje Spasojević e gjykon me dënim me burgim të përjashëm. Në dënimin e shkaktuar me burgim i llogaritet koha e kaluar në masën e paravodimit. Të akuzuarit Vladimir Tollić e gjykon me dënim me burgim të përjashëm. Në dënimin e shkaktuar me burgim i llogaritet koha e kaluar në masën e paravodimit. Të akuzuarit Dušan Maksimović e gjykon me dënim me burgim në përgjatje të 30 viteve. Në dënimin e shkaktuar me dënim në dënimin me burgim llogaritet koha e kaluar në masën e paravodimit. Të akuzuarit Blagoje Spasojević, Vladimir Tollić, Dušan Maksimović, me aktgjykim të veçantë nuk vazhdojnë masa e paravodimit deri në plotësimin e këtij aktgjykimi. Konfiskohen sendet e sekuestruara, respektivisht mjetet të cilat kanë mësuar kryen e veprës penale. Lidhur me shpenzimet e procedurës penale, të akuzuarit që janë gjetur fajtor, secili veç e veç, urdhërohet që në emër të shpenzimeve të procedurës gjyqësore të paguajë paskollën gjyqësore në shumë prej 500 eurove, ndërsa për programin për kompenzimin e viktimave të krimit shumën prej 100 eurove. Të gjitha këto në afat prej 15 ditëve nga dita e plotësisë së këtij aktgjykimi. Të dëmtuarit, lidhur me kërkesën pasurore juridike, udhëzohen në kontest të rregull juridiko-civil. Sa i përket arsyetimit, një arsyetim më i detajuar, lidhur me çështjet ligjore të aspektit procedural, konstatimit mbi gjendje faktike që ka vërtetuar kjo gjykatë, si dhe vlerësimet për sankcionin penal të shqiptuar, do të jepet në arsyetim në shkrim në detajet të kësaj gjykate. Deri në fund, gjykata jep këshillën juridike, ku kundër këtij aktgjykimi është e lyera ankesa në afat të 30 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtit. Gjykata së apelit të Kosovës në Prishtinë përmes kësaj gjykate. Ky është vendimi i gjykatës.
Faleminderit shumë. Po. Atëherë i nderuar, a mundin më na tregu se si e pritet gjykimin e gjykatës themelore? Fillimisht me lejoni që të përshëndes trupin gjykues dhe mund të them nga këtu që ne ndjemi të fyer dhe të dëshpëruar, pasi që do të ishte drejt që të gjitha marrin dënimin maksimal dhe me burgim të përjetshëm, jo vetëm me 30 vite, ashtu që nga këtu bëj thirrje që sa më parë të përgatitet ankesa drejt panelit të cilët e gjykuan rastin, gjithashtu dhe kërkojnë nga Republika e Kosovës dhe nga instanca ndërkombëtare që sa më parë të sjellin edhe pjesën e grupit tjetër të paraqiten para drejtësisë dhe jo vetëm me 30 vite, po me dënim maksimal të përjetshëm. Kjo është një fyerje për popullin e Kosovës, për familjen Bunjaku dhe për të gjithë ata të cilët janë heronj të gjallë që vazhdimisht janë në mbrojtje të atë dhejut dhe të Republikës Kosovës. Faleminderit. Faleminderit.